Pyetja tjetër e radhës është, thot, unë tha, jam duke kalu me një djalë që 2 vite, e du shumë, është njeri mirë, por ala endes jam as e fejume, as tha nuk kam një qah kuror, si që na ke tregu në për YouTube në përsen, as nuk bashkjetoj me ta, prindrit e din, vlla nuk kam, që kjo ishte pyetja, unë e tha nuk po kam dëshirë me ndërprej këtë lidhje, por ai quni është më ka tradhtu. Faktikisht, ka shku me tjetër femër. Shikoni çfarë statutit dhimbshëm e ka kjo qik. 2 vjet e ka dash një njeri. Kur e pyeta, po qëllimi jot çka ka qenë zemër? Tha, qëllimi jem ka qenë, tha, ai ma ka marrë vezhinin, me ata me kriju familje, me ata me çu jetë. Tha, unë të ai e kum gjetë vetën shumë njeri mirë, 1 vjet e gjys kemi shku shumë mirë, para 5-6 mujve kam kuptu që ai ka dikon tjetër. Thasha, a ke bo naj një qa, naj fejes, naj send? Jo, tha, vetëm nana, tha, është e njoftume, baba, tha, ma pak, motrat, tha, e din, vlla nuk kam, tha, edhe ai, tha, është pak si kabadai, tha, edhe babën e kam plak, e tjera, e dini shqiptarët kur nuk ka vlla, kur s'ka kush me rre gjyks për motrën. Tha, unë e tha, e kom bo pra qëtë fejesën, fejes nuk kom bo, po kemi pas një jetë me bo, edhe qëllimi im ka qenë gjithmonë me bo familje me këtë njeri, prandaj edhe nuk e kam refuzu. Por, tha, e kom pas, tha, si burr. Këto janë të nderuar miq, këto janë problemet. 2 vjet me nejt me një bashku, tash është qika në dilem, nuk ka asnjë qa, kurorëzim, është një kurorëzim vetëm sa mu njoft, o si lloj bashkjetese, martesore, bashkjetese fejesore. Unë 8 muj jam kanë me burrin tim, me qatë një qahin e vogël që e kam pas, pastaj kur jam martu, e kam qit një qahin e martesës tamam. Mirë po 8 muj si e fejume, kam pas një lloj bashkjetese. Edhe normal me ta kam bashkjetu, muslimanet që shkojnë, por ajo vajzë u desht pra me qenë njoftum nana, baba i saj, me qenë njoftum baba i djalit, nana i djalit, pastaj me i thonë, po djali mirë, hajde po njoftohemi, hajde po i qesim një pajtim, s'ka një qa arabish, nuk duhen as dëshmitar, mjafton familja me dit, se kjo nuk është një qah i martesës, po është një qah i njoftimit, i bashkjetesës që kanë me jetu bashkë, ose ndoshta kjo jeton shpit vet, a jeton shpit vet, po kanë kontakte, kanë dashuri, kanë tjera, po të 2 antarët e familjes, prindrit e të 2 anëve janë të njoftuar. Kjo kishte me qenë ma e mira, sepse plus u desht me adhon edhe dhuratën e martesës. E qësaj bashkjetesës, apo qësaj fejesës hapi, që i them të na është fejesë. Banë mi thonë edhe bashkjetesë, është e liqshme, po nuk duhet me shku me bo kunorën, ku ta di unë në xhami apo në te ofiçari. Prandaj, kjo vajzë e ngrata në një pozitë shumë të palakmueshme. Do me thonë, me unda qësh me unda, 2 vjet ka qenë me ta, kretë familjarët e kanë ditë, kjo atë qëtë probleme ka, pastaj nuk është më e njëjta si përpara, prandaj ta kish pas qatë 1-2-3 kur njoftohen me prindrit, me një qah, me kurorëzim përkohshëm, me një qah të përkohshëm, derisa të njoftohen mirë, edhe me dhurat martese, që është 1.000-2.000 euro, qose ja jep gradualisht, apo ja jep me njëherë 1.000-2.000 euro, apo 500 euro, sa s'është me rëndësi, po kjo e sjell bekimin në atë martesë, në atë martesë. Edhe djemë të ri, bashkë kur t'ja ka nda qefi, s'më dhe mi thonë, hajdi se pëndahëm, se s'po më përqenë ma, se e kom gjetë. Okej? Nuk ka shanse. Po,
Kjo është problemi i asaj. Këshilla ime është, pasi që ti nuk ke pas një lidhje islame, nuk ke pas një bashkëjetesë me ta islame, sepse me hin marrëdhënie me një mashkull pa kunor përkohshme, jo ai nikahi i martesës, po është një kunore përkohshme, që duhet më njoftu prindrit e të dy anëve, pa pas këtë nikahin, kurorën e përkohshme, me flet me një mashkull është si me vllaun tënd me flet. E ki haram. Mëkati më i madh që mundet me bë si femra si mashkull. Kështu që tash ai nuk është i lidhur kurrë me ty. Plus te na shqiptarët thojnë faqja e zezë nuk i del djalit, a për vajzën po, që këtu jemi na njerëz që asisojnë. Por sidoqoftë, ti duhet numër 1 me marrë me u pendu te Zoti, me u pendu se ke bën një gabim. Njerë paraprakisht mi tregu ati që unë po du me njoftu edhe nonën, edhe motrat e mia që kjo lidhje me u përfundu. Por, thuj ati djali që ke kalu 2 vjet, po ta jap vetëm një herë, një shans, që na po ta fali këtë rasti, edhe nësa i thot okej, atëherë, me njëherë, duhet me bo martesën. Martesën me një qa, me gjitha, normal nëse jeni të dy palët bashkë. Sepse, kur bohet martesa, aty zbret dashuria dhe begatia. Në 2 raste, mas shumëti Zoti që i ndihmon njerëzve në këtë jetë. Me siguri edhe ju vetë e keni vërtetu. Rasti i parë është kur njerëzit martohen. Kur të martohen, se ka e qënë Zoti bereqetin, jo halla, jo tezët, jo ato, jo këto, dash ma kryhet. Prandaj edhe pejgamberi na ka urdhëru, Zoti na ka urdhëru, martoni të pamartuarit. Sepse kur e marton të pamartuarit, ti të 2-3 e kanë plotsu gjysmën e besimit. Gjysmën e besimit vetë, sepse ata kanë murujt ma prej haramit, kanë me fillu ma një jetës ma normale, sepse janë njoftu, tash martohen e tjera tjera. Prandaj, thuhet që se vapi më i madh është me ndihmu për para përqez, janë qu hallat, janë qu tezët, kanë bo tentene, kanë bo me grepa, kanë bo me ato, për me ndihmu asaj të fejuarës. Kjo është tradita jonë islame dhe shqiptare. Prandaj, ju që keni qika djemt motrës, qikat motrës, keni qikat vllaut e tjera, keni pasuni, kur ja bon djalit tënd 10.000 euro një darsëm, bënja pak ma të thjesht, mos u mburr me pare që ki pare, se atë darsmën se kryon ti, atë nusën se ke bo ti, atë vellën 2.000 euro që e veshish, nuk e ke qëndis ti zoj, ajo është mashtrim për ty, ma mirë është ta veshish një vellë ma normale, edhe shihet trupi jot i bukur, se sa që i merr ato vellat ka 2.000 euro, edhe pasuron xhepin e tjetër kujt, plus ja reklamon, unë e shiko gjithë këtë vellë ku e kom marrë. Këto janë çmendurina. Mos jepni para, jepet pare 1.000-2.000 euro për një fustan, kur ti mundesh me kep një fustan ekstra të bukur, veç në ngjyrën e bardhë, bane, edhe e bën me 200-300 euro. Prandaj, në martes, mas shumë ti Zoti që ndihmon edhe njerëzit e mirë. Përkaq njerëzit e këqij as nuk e pyesin çush e ki gjendjen. Mandej, njerëzve të këqij, njerëzve inatçi, njerëzve që kanë xhelozi ndaj teje, edhe me pas nevojë ti vetëm me përul veten, me i lyp borxh, se ai ty nuk ka me dhon as borxh, sepse hasreti, xhelozia, që ti e marton djalin, se nda se din që qose ti i ndihmon ati, Zoti ty ka me të ndihmon në martesën e djalit tanë.
Po ka edhe asi njerëz që madje i lypish borxh edhe nuk t'i japin. Por besojmë që tash tu t'jes paku ju që keni, mos e kurseni. A dini pse? Pse Zoti ka thënë, të keqen e kthej me një herë. Një të keqe e ke bën me një të keqe ta kthej. Por një të mire nëse e bën me 10 të mira. Kështu që nëse jep 100 euro e nuk shkon me 20 euro me një bylizyk të sërmit, po ja jep jo noza, jo palavra, po shkon aty ndarësëm, s'paku e shtin në zarf aty, i thush që me allën një 500 euro, edhe ti ja pagun ndarësmën, ja hek borxhin diçka. Po, para darësmës i thush që me allën, unë në zarf, po t'jap që 500 euro, që 200 euro, që 300 euro, kështu e kryen ndarësmën. Prandaj, edhe e dyta, që Zoti shumë ndihmon, është ndërtimi i shtëpisë. Kur ta ndreq njerëzit, kur ta ndreqin shtëpinë, kur fillojnë me ndreq, i nimon Zoti, për ca nevër s'kne. Po ata që e bëjnë pa mend, jo e bëjnë shumë të madhe, sepse arkitektat kanë qef gabimin më të madh që e bën, keni kujdes, e bën arkitekti. Pse? Arkitekti e ka 3 euro metrin katror. Edhe ty të duket shumë pak ajo, 3 euro një metër katror, kur gjo hiq. Apo 10 euro, mbaret për arkitektit. Po ajo metri katror është veç në vizatim. E ty kur ta bon arkitekti me qindra metër katror, pa nevojë, koridoret e gjona, ato këto që s'është inxhinier i mirë, ty atëherë të bon me krujt kokën tënde. Prandaj keni kujdes. Kështu që kjo vajza duhet me kërku prej djalit, me ja fal vajza djalit, më ul me atë dashurën e ti, sy për sy, jo me hik prej asaj, se ti zemër nuk je fajtore, po është fajtore ajo që ta ka zonë vendin tënd. Kështu që ti jo me ul kokën para saj, po me shku para saj si e viktim që je, edhe m'ja tregu. Edhe ajo pra ka mu mendu, thë qka i pas ka bo kësaj, ky ma bon njëjten edhe mund. Sa ai që ka mësohet me tradhtu, ai se ka zamet mande me tradhtu, se shishtohet prej tradhtive. Tu pra, ajo vajza du të me fol me ata që e ka tradhtu, me personin e dytash, vajzën tjetër, edhe mu marrë vesh, edhe ti m'ja fal njëherë, edhe pak me lidhin pak më të fort, me bo me të njoftu, me adhën kusht, me të njoftu me prindrit e ti, me se s'ka njoftu, nëse këto nuk i pranon, ty Zoti ka dasht me ta mshel një derë, edhe me t'i qel 10 dyër tjera. As ti nuk e ke dit, se kërkush nuk e din, se kërkush, gjdo kush shkojmë me një të pastër, me një të mirë, as një femër, më konë ma e pandeshme, veç atëherë mos mundesh me thonë, po as një vajzë e ndershme, as një grua e ndershme, nuk shkon me një jetin me shfrytzu një mashkull edhe ajo me lanë. Po shkon me një jetin, mu feju, mu martu, me bo një familje, një shpi, një vetur, 2-3 fëmijë, që to i ka jeta. Prandaj ti mos u brengos, e ke dit, se ke dit, ato janë të kalume, mbylle atë derë, as mos u rok për rezën e derës, se sa të rokësh për rezën e derës, tu me ndu për ta, koha ka me të shku, Zotin ty ka mu idhnu, se Zoti thot ma të mirët të unë janë ata, Bekare 222, janë bekare, thot ma të mirët të unë janë ata që gabojnë edhe pendohen. Por valla, mëse bani veten mu pendu, fal. Ju gratë, kur burit thot më fal. Ka bo naj gabim tjetër, se për tradhti ju mësoj tjetër herë. Po ka bo naj gabim dvogël, të ka ofendu, ju e dini e drejta jote, e 4 drejt që e ki, të drejtat e gruas, e kemi këtu në TikTok-un tim video, e 4 drejt është grua burri yt me fol, me nder dhe fisnikri. Që kjo është kusht. Nëse grua si thu fjalë të ndyta, unë zdi që shkime dashtat gruën, që shkime puth,
që shki me flejt me ta, ajo më nuk donë, fillon mës me dash, të zotni. Nuk të donë gruja dikush kush e ofendon. Si kur aj baba, tu i thonë qikës vetë, më falë një shpekur, lavire, qika super e mirë, e moralshme, me gjitha, shkon një dit, del prej shpis, tu i thonë nona baba që të fjallë të ndyta, qika s'ka pas problem, dushta e ka pas një dashra, mos ka qenë lavire, edhe shkon në rrugë e sheni njerin ma të keqin, ma prevara, ma shtrues, edhe i thot, o mëj vajzë, sa e bukur koke, sa e mirë, ftyrën e pas ke si dritë. Pse e idhnu kështu? A i thot, unë e thot e mira, unë e kështua. Okej. Apo merë bezotni, merë i hin kërë, se o mërzit prej fjallëve të babës nonës. Prandaj, është o drejta gruas që burri mos jellë me fisnikri, me fol, me fisnikri, edhe me ndirë. Plus e dini, zotni, e keni videon, ata që flasin fjalë banale, sot që në rujt, me shajt në gruën, me nonë, është si kurse me bo marrëdhënie seksuale me nonën tënde. Ajo është mëkati më i madh, natë ti ndoshta s'kimja pa hajrin asaj martesës, po sabri i gruës tënde, ato ka me qitë në dritë, ndoshta ka me jetu 20 vjetë si zoj, e 40 vjetë ka jetu si robë, po ty s'ka me t'i pa sytë. Prandaj, nëse ofendoni dikanda, dini që ka thënë Zotin, me njëherë e largon rahmetin prej kokës ju. Ata që flasin fjalë banale, jo ofendim, por ofendim është tjetër e sapë, a jetë kuranor për ta ka. Po ata të cilët flasin fjalë banale, e shajnë, e etiketojnë, si kur këta baba, nona, vajzës që i thojnë e murën qafë, se kur ti thot baba, nona, vajzës, o zemra mamit, o shpirti mamit, o e bukra mamit, o princeza mamit, o lumja unë e ty që të kam, kur ti thot aj mashkulli, aj laperi jashtë, zemra ine princez, o sa e bukur. A i thot hecë, mare, hiqë më qafët se dhe mu babi për më thot e bukur, ti kemet me mashtru mu. Anin kosha e bukur, thu je menqmen që se jam, se për e bukur pun e madhe, bukuria vjen e shkon. Komplimenti ma i mirë është, mi thonë gruës, gruës sa me menquri e ke po që të bu. Edhe ju mashkujt, shqiptarë si dhe mos, pak ti tjeni ata që ja pranoni gruës menqurin, prandaj qikat e mira po mesin pa martu. Po edhe aty me i kom thonë, qërë me zemër, kur takoni me burrat shqiptarë që do një më martu, tash ju femrat po jeni najherë, jo të gjitha, ma të menqme, që ato që i njo tha, meta bre tha pa martu, hoxhanesh tha qa me bo, thash ka bre i laq, tha po takohë me djalin, ftoft, po vishëm, po ndreqëm, po regullohëm, shumë mirë, kur po takohëm i ftoft, thash e qëfar muhabeti po boni, që shtu nej muhabet sen, tha që zemën. Mashkujt shqiptar, prallit janë ata që kanë qef me pas gruën e menqme. Kanë qef me pas gruën e bukur, me mund mu knaq për veti, me mund me bo zot shpije, me mund me bo babe prinder vetë, me mund me kriju statusin, unë jam burr, i martum, kam fmi, kam shpi, kam ata, këta, me mund me qitë që aty naj foto në Facebook edhe mi lakmu ato qika që janë pa martu, e me fmit mi qitë në Facebook edhe mi lakmu ato nonat që s'kan fmi, e gjyshet që s'ka një pa mesa, që kjo është jeta atymve. Jeta atyre është thin. Por ti, për me fitu zemrën e një djalit, ata, kur të martohen, menqurohen. Po, në qëse të ka thonë që to ti po e sheh, kjo është në gjyrhini, a? Në gjyrhini. Po ai po thot, jo, se kjo është në gjyrë kaltërt, nuk është në gjyrhini. Po i zemra, po ndoshta e ka problem me sy. Ti tash më shko mu ka për që to, jo, në gjyrhini se në gjyrhini. A kaltëra, po bre kaltër. Po tha qësh mja bo ashtu. Po, as ti nuk je perfekte, asaj nuk është perfekte. Kështu që, në gjyrë kaltër, po thot, po mëre në gjyrë kaltër. Fitoja zemrën, mashkujt regulohen, nën vajzat janë edukatore të mashkujve, të kemra më me zemrën, po nuk e kjeti pa tjetër me jetu me aton, që sa aj
prishet kur t'hin martes, Zoti ka thënë mos e bën më xhenem në jetën tënde. Veç ta dish, këtë mashkujt ka të janë njësoj. Edhe ju mashkujt që i prishni familjet me ato leckat, ta dini që ato janë vetëm artiste. Ato vetëm sa mja fitu zemrën, juve ju aktrojnë. Edhe ju çmendeni mas atyre, edhe i merrnin qaf fëmijët e juj, i merrnin qaf gratë e juj. Po, prandaj, vajzat e reja, kishuni pak bura me gjetjent normal, se tash këtë kemi gati standardin e njoj, mos ja këshyr pasunin e babës, po këshyrja standardin e ti, këshyrja karakterin e ti, edhe mos këshyr ti djal me pasunin e nusës, se zatën s'ja japim na shqiptartisët, po këshyrja karakterin e saj, provoje një njëni tjetrin me dy gjana, a ka turp edhe a ka sinceritet. Qose një femër ka turp, edhe është e sinqert, kur s'keni me gabu njëtën e ju, edhe kundërta. Prandaj, për këto sendet e vogla, a është e kaltërt, a është e ngjyrhini, nuk është problem sepse në martes, Allahu e lëshon bekimin momentin kur ta jepni niqahin edhe mehrin. Pastaj, kadal, fillon dashnia me ushtu. Edhe kështu pra e ka jeta. Dhe zonje dashur besoj se zonjush, mos u dëshpro, mos qaj për njerëzit që nuk ja vlen me t'i qit lotët në sy. Mos vrapo për njerëzit që ty nuk të meritojnë. Mos e hup lumturin tënde, se ndoshta po të pret një rast edhe maj mirë, por për me pas ndërgjegjen tënde të shpastër, njëherë pendohu, vetë që ke gabu, pastaj bisedo, falja, edhe pastaj qiteni një qahin, jepja një dhuratën, edhe caktone, kemi me jetuja 5-6 muaj edhe me njëherë po him martes. Qose zotnia nuk donë martes, s'ki hajrë për ati. Po, une nuk i kam kushtet. Ti bëne një jetin që kime hinë martes, të rgoj ati nonës, asaj babës, nuk ki nevoj me marrë villat ato velat e 2-3.000 eurove, mere një fustan thjesht. Nuk ki nevoj me thirë mysafir të këtë mahallës, e katundit, po thire vetëm familjen e gruës, familjen tënde, 10 veta ne, 10 veta këni, merne që aty një violin dikushet jam shon një muzike gjallë, e valzoni pak, e kështu pra këtu janë martesat islame, nëse nuk keni, nëse keni, prap nuk duhet me të pru për sedrën e juj, për mumbur, se ato parët, zotni, e dim na që shi keni fitu. Qoftë në Gjermani, qoftë Zvicër, qoftë shumë zamet fitohen. Prandaj, kur dikush mburët, unë e kom argju 50.000. Ke argju, bre, zotni, qyre bre një nuse, 1 metër e një zhilet për qëtë nuse 50.000 euro. Po, shqiptari e ka dhe një tjetër filozofi, se ka raste kur nuk i ka ndjen të mirë, edhe hajde unë e ngarkoj nusën edhe madje si për anash i thot qyre je fejua më që ka që unë e kom hargju. Edhe me këta e lidhin, apo është e kundërta, vajza nuk është e mirë, mundet është e bukur e mirë i pëlqen djalit, po vajza nuk është e mirë, atër baba, e tjera, po dini qka po du me thanë. Pra, mos bëni hargjime për robin, po bëni hargjime për me kry një urdhër të Zotit, martonit pa martuarit. Nëse me bot darsma ka 10.000 euro, bëni një darsëm 5.000 a 7.000 euro, 3.000 euro shtini në zarf, ati kojshis aty, nëse s'po mundet mu martu për shkak se ka një dhomë gjumit edhe një banjo minimumi, se tash çdo kush nas mundet me mi ndreq banesa me i marrë fëmijëve, ama tash me pas një shtëpi të vogël
një dhomë e improvizon që aty një banjo e bon të hollet gjatë apo e qetë mrapa shpisat banjen. Një dhomë e një banjo ti mja bani të riut, e ke fitu xhenetin. Djalin tënd ka me të rahatu Zoti, vajzën tënde ka me të rahatu Zotit, me qatë 3.000 euro që ja ke dhënë. Shtu pra, besoj se keni me të kënaqur. Tash po kalojmë me pyetje përgjigje, me bashkëbisedime, e tjera, kush ka